Ndeshja flamurtari Dinamo duroi emocione ndërsa kishte edhe momente të rëndësishme dhe pikante. Në stadiumin flamurtari, si rrallë ndonjëherë, u vure një prezencë shtuar e stafit kundërshtar të Dinamos. Ata kishin zënë vende në tribunën qendrore, por gjithashtu i pranishëm ishte edhe drejtori përgjithshëm i klubit të futbollit Partizani, Olsi Rama. Rama u ngjit në nisje të takimit në tribunën qendrore i shoqëruar nga presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi. Normalisht ai kishte ardhur në Vlorë për të ndjekur dy rivalet, ndërsa flamurtarin e presi në shtëpi këtë fundjavë, pra ditën e shtunë. Pavarësisht se Olsi Rama bëri tifo për flamurtarin në këtë ndeshje, fakti që do të luajë me kuqezim të shtunën merr edhe një tjetër rrjedh dhe drejtim, çka do të thotë se ishte në Vlorë për të studiuar flamurtarin. Ndërkaq pas ndeshjes futbollistët kanë marrë një lajm të mirë dhe pozitiv, pasi djali i presidentit të klubit të futbollit flamurtari, Sinan Idrizi, Ensar Idrizi, ka akorduar për ta premio. Në fakt kjo është premio e dytë, vlen të theksohet se edhe pas fitores me Gnatian, skuadra ngrohu xhepat duke marrë një tjetër shpërblim të majm financiar. Po ashtu, mësohet se një premio tjetër e majme është vendosur edhe për kokën e Partizanit, që do të luhet këtë fundjavë në Tiranë. Ndaj futbollistët duhet ta shikojnë me shumë prioritet këtë ndeshje, jo vetëm për shpërblimin financiar, por edhe për objektivin që ka flamurtari. Ndeshja mes flamurtarit dhe Dinamos, e luajtur në stadiumin e Vlorës mbrëmjen e të hënës, ishte emocionuese, solli të veçanta, por gjithashtu ishte organizuar mjaft mirë edhe nga klubi i futbollit flamurtari, si në mikpritje, ashtu edhe në marrjen e masave organizative. Gjithmonë, klubi i futbollit flamurtari është përpjekur që të organizojë ndeshje të një standardi dhe cilësie të lartë, jo vetëm sa i përket organizimit të takimit, por edhe festës në stadium, ku një e tillë ishte edhe mbrëmja e të hënës, një atmosferë e bukur, festive dhe relaksi për të gjithë ata të cilët e ndoqën ndeshjen nga tribuna. Veç emocioneve pozitive që qytetarët e të pranishmit morën, ata u kënaqën shumë fish, edhe me fitoren e flamurtarit, një 3 pikë, jo vetëm të merituara për lojën dhe shpirtin e garës në fushë, por edhe për objektivin.